përshëndetje miq, ja pra ku jemi dhe sot si çdo të shtunë tjetër në Fax News. Do të jemi së bashku për një sezon të gjatë. Unë sot kam dy të ftuar special, njëri është Daim, pra është nga zona ime. Ka një zë fantastik, është i madhi Arben Gjeloshi. Faleminderit që erdhe sot, është një kënaqësi shumë e madhe për mua. Faleminderit për ftesën. Të uroj për emisionin. Faleminderit. Gjithashtu këngëtar. Edhe sot Dajon zgjodha i këngëtar për ty, për ta pasën krah. Tha do ta sfidoj Arbenin, tha le ça na këndon, tha çorri lazët e kështu tha. Ja. Arbeni nuk e sfidoj me kush. Harroje, nuk ka shqiptaria këngëtar më të mirë. Tash i shife Sholla del në një i ri, po deri tash s'ka dal kush. Lili shife shkruaj vet Lili shife. Verior Nikaj Mërturi, Nikaj Mërturi. Djal prej Nikajsh. Ma mirë s'ka. E si doj kështu, do me thënë, unë jam femër, kjo jam mashkull, pa. Në zonjë, që durën, s'ka ma të mirë. Se baba, je më madhe. Faleminderit. Gjithashtu me ne pra besoj se kuptuat Lili Gjil do daj. Mirë, e thash? Gjidodaj. Gjidodaj, okej, jemi në rregull. Sot Arben do di nga ju si, sepse jemi fazë edhe festash, unë do di si e përjetoni dikur vitin e ri dhe si është sot. Pra përgatitje që bëni për vitin e ri, vizitat, njerëzit. Po, dikur kemi pas shumë dashuri për një tjetrin, kemi pas shumë gjëna të bukura borën, kemi pas gjëna më të bukur që ka qenë bora, tash si bua ko gjatë si s'po shohim borë. Kemi pas thjeshtësinë më të mirë në gjanë, kemi pas përgatitjet që sot nuk i bëjmë, se sot falë Zotit i kemi gjitha. Sot janë përgatit me gjitha. Po ka qenë më e bukura ka qenë se shkojshim vizita tek njëri tjetri që sot po mungojnë për një periudhë shumë e gjatë që s'pa shumë. Po me qenë se jemi shëndoshëm, jemi mirë, prap mirë është. Te vizitat, që dikur unë e mbaj mend si fëmijë që na ngrinte mami që në orën 6 mëngjesit, 1 dhjetori vizitat. Vizitat me pastru shtëpinë, me rregullu vendin, mos e prek ato qirasit të gjona. Ishin për zbukurim. Ka qenë, janë bresat mira, janë gjëna që i mbaj ma lanë kujtes, pavarësisht si sot s'poj trajtojmë vetë, shumë pak, s'ka vizitat, ka nuk kosht ma jo. Ka humbë dashuria për njëri tjetrin, apo? Ka humbë interesja, se dashuria, dashuri kanë pra, po se di pse. Dashuria vokët. Nështë këto sistemet e reja, këto gratë e reja, ka stil tjetër jetë ku diu. Lil, ti si e përjetoje fazën e ardhjes së festave ditë të ri? Kam shumë mall për atë kohë. Sot i kena gjitha, po të gatshme. Atëherë nështë as kishim as i gjë, por kishim gjithçka. Kishim shtëpi të vogla, po me njerëz plot. Dhe kur bëshim baklavën, ishte gjëja më e bukur se do filloshe ta bëshën ja 15 ditë përpara. Do ushtroshin ato petat dhe unë jam rrit në pallat dhe do u hapshin qarqaf në për divana. Edhe mundësisht i ngreshin kështu me lexu gazetën. Se po nuk që peta me lexu gazetën, nuk është baklava e mirë. Dikush u merrte me arrat, me gjalpin, me gjonat që mushin baklavën. Ishin ca gra që u mashin për më të pastrat, më sterile, që nuk leshin me kalu kalamajt kun, u zhdukshim nga qarkullimi, edhe nëse doshim një pik ujë të shtëpia, nuk bëhet fjalë se janë të ushtru petat e baklavës. Ishte një kohë shumë e bukur, vinte era ushqim, tash gatuj qatë dush s'vjen ma era ushqimi. Harre, nuk e di ku i ka ik era, ku i ka ik shia. Zbukurimi i pembe, ke marrë pjesë? Po që edhe tash zbukurim, edhe tash i bërë zbukurim e pembe, po. Tash e kanë marrë kalamajt në dorë këtë punë. Stafeta. Kanë dhe telefonat në dorë, bëjnë ato selfie-t të zëtë. Ti Lil, kohën e pemës? Ne i kemi pas me letra me ngjyra, edhe do bëshim shiritat me ngjyra, rrumullake, me varë. Se di, ka qenë ma bukur, nuk kishim ka shumë drita sa kemi sot, si ishin mundësit, ku me marrë ti me pas në i dritë dhe do i thashim babi të regulloje sa djek gjysa, dhe do filloshin të bëshin edhe atë elektricistin shtëpijak. Dhe nuk e di, ka qenë bukur, me pak po kanë qenë plot. Gëzuar. A pret Lili vizita me datën 1 dhjetor? Sepse jemi në një fazë që gjithë datën 1 dhjetor. Presim zemër edhe shkojmë. 1 janar, më falë, me 1 janar ne jemi gjithë kush të udhtoj, ku të shkojmë, nuk presim
pa mo na iku ku e Unë me thënë drejtë vizitave. me këtë zanat si kam vetëm vizita, nuk pret, se s'di ku mi prit, si jam gjithmonë në rrugave, por është gjëja më e mirë me pas kush me na ardhë. Këtë presim në zemër se i na hallakat në përbut. Mas 5 let në vinë. Po, fiks. Ne i presim me vënes, dhe me thënë marrë një punë me tjerë, në fund të hajdeni dhe ne. Ja, pra që kemi ne problemin, një koha, kemi ne problemin që... Unë jemi kështu nga kesa punë. Jo, me nuk e kena na problemin. E ka sistemi, ekonomia, se edhe ne për shpirt festat i bëjmë festa, po bëmë i bë festa ku do hamë pastaj. Në shku të puna mërë. Ja, ku do t'ju shojë me 31 dhjetor, për shumë. Ata që ju ndjekin sigurisht nga ekrani, do jetë një zgjidhje shumë i mirë për të ardhur tek Lili që këndon, të arbën Xheloshi. Unë me 31, se nuk jam në diasporë, po do të jem vetëm ke shtëpia ime. Ne sa më do më keni në Tiranë. Lili do këndoj me 31 Pa dhjetor. tjetër, do punojmë motër. Sa e radhe kam zgjedhur ta bëjmë këtej. Ndryshe nga herët e tjera që lëvizim edhe jena në diasporë, nuk mund t'i marrim familjarët me veti me bën vitin e ri, munduna me ndajt në të familjarët sa ma afër. Është vërtet. A zgjidhni për vitrit ta festoni në shtëpi apo në restorante në jashtë familjes? Pra e doni rrethin e ngushtë vetëm familja juaj apo keni dëshirë së dikur që kishim shumë persona që i ftonim për të festuar? Po, unë për veti për shembull deri vonë, deri vit për vit, veç shumë qenë argat i tjetër kuj, duke kënduar për popullin. Tash për shembull, më ka marrë dhe viza, fatkeqësisht. Edhe do pushoj me prindrit. Inshallah, na bashkën Zoti i shnosh. Me vëllezërit dhe me motat, se janë edhe ata në për diasporë. Ta shohim mirë, ta njohim njëri tjetrin. U bë kohë se s'jeni njoftë. Një këngë daj që man mend që e knushit për vitin e ri ose më saktë për Krishtlindjet se ne i festojmë më shumë se vitin e ri. Po për Zotin tash çfarë më thon. A tash e dul live me na knu për ata që na shohin. Pasi Çifeli unë, atje në Tropoj në Benja e kemi pas bajun katun lamin për Krishtlindje. Gjaja më e bukur që kisha unë çështë Krishtlindje që katun. Edhe lame çfarë? Ja nisshim shumë. A sa kisha pas ditë në atë kohë unë kalamajsh. Vëndë? Po... Për Zotin tash s'm kishti... Hajde dalim jenë Tropoj ka qenë. Hajde. Dalim Tropoj me zonin ta. Ani hajde dalim një herë në Tropoj, era bëhet zog, lulja bëhet moll, ku qel zambaku, i kuq për si gjaku, moj Tropojo yll bajraku. E meritoj duar të Në zemra. Tilit, një këngë që ti e mban mend nga fëmiria? Jo, ne kena pas kështu nga fëmiria ime kanë qenë. Më fal, ajo fjala se më fal, le të lutem, ajo fjala që ti e the për Krishtlindje, çfarë ishte se unë nuk e kuptova. Kur shkoja në Katun, normal te gjyshje, te babdaja, te këta njerëzit, ato bëshin gjithmonë me datën 24 dhjetor. Mershin një sofër, edhe e veshin nar. Do me thënë lamin e bëshim në të sajgjana atyre, se të shumë edhe nuk i maj men që ka pas fix. Ishte një qiri prej dylli, kjo e sigur që duhet ishte gjithmonë. Dhe ne nuk hanim absolutisht asi gjonë që i përket Vilmedit, si e mojmë në datën 24. A unë që thësha, me zi pres të vjen 25, se do e di qa do ha. Se me 24, këtë më se ha, dhe unë do të për me hangër, do të me pytë. Qa duhet me hangër? Qa duhet me hangër? Që më spreku në i gjonë si e prishi. Edhe ka qenë shumë e bukur, ishte e lezetshme se u mlidhshin gjithë rreth asaj, bëshin flak. Më thonë, ajo ishte gjoja tradicionale që unë e diqa që kjo do ndodhe në orën dumajt natës. Këngët ose lojrat që ju i festonit atë natë, që i organizonit? Shika, ne kena pas këngë e lojna kalamajsh. Se, dhe me thënë, koha kur e kena festuin, a kenë krejt vegjel, ma ne si u rritëm s'pa ma festa, pa më vetëm punë. Dhe ishin këto, jana erdi vitiri, sa jam i gëzuar, por si unë dhe gjdo fëmi, pres për ta festuar. Bora zbardhi tej për tej, usha edhe male, vitiri do të na gjej,
me këngë me valle. Më thanë, kishte borë atëherë, kishe pse me e knu, tërë s'ko. Personi i parë që ti mendoj për t'i dërguar kartolina së kohë? Mësuses, kena pasi respekt veçantë për mësus, gjë që sot nuk ekziston, nuk shifet kërkun, edhe më vjen, me keqardhje thamë vjen keq. Edhe shokëve, shoqeve të klasë, ka kena pas në tjetër, jena kënë pa djallëzum. Sot kanë shumë ide, po na këto kishim Sistemit që kaloshim kohën tonë dite me ta. Ka ndryshu sistemi. Në atë kohë ka pas kartolina, sot tash i me i SMS, me i kështu, e kryat. Ai se mësoj është Me SMS copy-paste. Është e vërtetë. SMS i sot gjithë e Daj, qa shkrunit në kartolina së kohë? gëzuar urime, gëzuar vitin e ri, vit sa më i mbarë për familjen tuaj dhe për ty personalisht. Që nuk shkon të kurra e kartolina? A e shkon të kurra, s'u lexon të kurr. Biles më thotë, s'na çon në Jo, gjë, ma u lexosh se i kena pa vartë të pema, kartolinat më të bukura. Vërse në pemen me shaj zbukuroshëm, isha të Vinte kartolinë. poshtiri pas jave. Rri pak më Në zi, pritshim me ardha të kartolinat, se i veshim ke pema, kush ishte më e bukura, i varnim aty, e zbukuronim për qef. Ka pas edhe kështu vjersha. Kemi harru shumë se kemi pas dërguar gjëra kështu, po mosha dhe jeta. Dhuratat të vitit të ri, unë maj mend që në qesë në asilëshën 2 molla, në i portokall, në i lokume. Edhe ato. E ju pas i kenë shumë të komun me lokume, se ne nga lëshin hape gojnë në hashën i lushën qërë. Unë maj mend një rast, një tip dhuratë kështu. Një lokum, një peshqir mindil vogël. Po. Edhe Ose një qërape, ose shambi. mindil më pa të që një person. Edhe pa të shkrujt aty urime, vit sa më i mbar, familja jote, të plotësofshin dëshirat. Qa dëshirash kishin thuj që nësë Qa të dishin dëshirash parë nga që janë para? dëshirat. Ne kanë shumë të thjesht, këta qenë shumë. Po, kanë qenë vërtit gjërat bukra kanë qenë për një atë kohë. Mirë, a mban mund kohën kur ne na falshin 500 lek, do të themi shumë, se 500 lek... Ku ke po? Po a ke po, a mamen që të Po, e majme ka qenë 500 që ku që, po. Ka shenë një letër Që plak. gjithmonë e mërshin prindërit e thoshin S'me t'jap kenë ma 500 euro vonë. Leila. Ka ndodhë ty ky? Po, rësar, Ti jap ma vonë, po kjo ishte motoja. Mjafton që ti kishe në dorë dhe nuk i shifshe ma kur. ne dhëmë si ne... Ajde një gëzuar? Gëzuar për gjithë, inshallah vit sa më i mbar. Beni një bashkëpunim me këtë do ta doje sot në këtë moment që ti je. Bashkëpunim për me kënu? Po. Ja, da me Lilin dashi. Lilin e kemi tonën, me Lilin e bën, po një personazh Jo, vërtet ti e ke pas shembull në muzikë. Me të thonë drejten, E di me këtë do mendoja unë se do ishte të i bashkëpunim venit. Me ju merë Bajrami. i mirë në me shumë. Si janë të dy kam përshëndetëtar kënduar, që me gjithë kanë kam kënu këndu, vite dhe kanë një... Mukajeti, mukajeti, s'po bon mukajeti me hinë në studio i herë. Kur, a? Asë, ku di ju pse? Unë kom qef me kënu live, vëlla. E duar kesën këtu, edhe me kënu, më ullë në baqë, si që jemi këtu, me kanë boksë. Kom kryq. Popullor. E një njësat e kongës, hoba. Lil, ti një bashkëpunim? Shika, unë mund të bëj bashkëpunim me këtë sepse unë jam regjistri i mesëm edhe përshtatëm me çfarë do lloj këngëtarit apo këngëtarit. Por nuk është ajo shpreha se thot Beni. Mukajeti. Jo se s'kena kohë, nuk bëna marë për vedi. Po bëna unë për shembull marë, s'është kjo. Ose Nuk bëni bëna marrë dy, për- s'është ai. Do të thonë, në Nuk momentin gënjë, që ti ke atë moodin ta ndu me bëj këngë, nuk është ai i studios. Dhe këto gjëra janë, e ke parasysh, e bën një gjë, por kur e bën kështu si e sforcume, nuk shko më. Unë e du këngën, e du në moment. E kam frymëzimin, e kam në moment. Kur gjëja zvarritet, shkoj 6 muaj, shkoj vit. Është edhe një problem tjetër, që unë e kam mësu gjatë karrierës time, nuk është e kollajt, ose nuk është një lloj, ma mirë të them, si me kënu live, si me kënu në studio. Si në studio kënu në copa-copa. Unë si mi mësu me kënu copa-copa. Për shembull, edhe nëse stënoj, ose nëse ashtu, e kënoj këngën të mbledhur, Të mbledh. e rrjeshtë. Ose në për studio, i fjallë tani, i fjallë me ta kënosh mas 2 orësh, ai studio, ai me kompjuter i mbledh i bën. Unë për shembull nuk di mi lujt buzë.
Me bo një sinkron kangës, unë nuk di, unë mësu me këto live. Dhe i tash. Arben Xheloshi me një këngëtar të hip-hopit. E shë vetën në një bashkëpunim? Zgjidhen jatë mirë. Ja, unë mund ta shoh gjithçysh, po aja është si konserva e peshkut. Hapi konservë edhe bira i pijat me peshk aty, si i bje. Janë të lindur gjanat. Këngëtarë që këndojnë live, janë live. Ata janë të ndami, ka falë zoti për atë punë. Unë e kënej 5 orë, 6 orë live edhe se më shtirët zani. Ka këngëtarë si vjetë 2 këngë, për zot. Se ka për atë, nuk e ka, se ka falë natyra. Edhe janë nda gjanat. Ta thash edhe njëherë. Du të mësosh, ose du të shkosh në studio që të kënosh me frazat vogla. Që unë nuk e bëj dot. Nuk Unë janë kënej studiot 3 orë, tona. 5 orë, mund të nëj 800 vargje rresht, mi fjalë mund t'i kënoj, por aty në studio nuk e di pse se bëj dot. Ka bashkëpunim jo të fundit për vajzat e Trapojës. Shumë është një këngë që unë adhuroj. Unë du të paktën refrenin sot na e këndosh. Me atë djalin nga Mirdita, po besoj. Moje bukra e Tropojës, jesu ylli drites, krejt shkëlqimin e Valbonës, ja sole Mirdites, janë mbledh krushë dhe dasmor, se harrun traditen. Një duar të kiti, Dhe më konë ai burri këtu. këtu. Lili, ke momentin ti që do t'i bësh një pyetje, çfarë do lloj benit, por që ta zosh me shpatulla pas muret. Pra një diçka që mendon që Arbeni nuk e ka thonë në ekran asnjëherë. Në gjithë këto vite karrierë, cila është gjëja që jo i kira pishman, po që të ka pengu në lidhje me punën, kolegët, me sistemin e punës. Flasim gjithmonë ka ona e muzikës. Edhe kështë se kuptua që të pyetje. Në të gjitha këto vite karrierë, cila është gjëja që të ka pengu Po? në muzikë, Po? me kolegët, me punën, që ka lidhje me punën. Do thënë një gjë që të pengon, që kjo gjëja nuk duhet t'ishte. Se di, dhe tash se besoj që kom... Mos u bë kaq modest. Nuk e di se si qatë të përthej Ko përgjigje. sa dush, Po qa për shemull? sa dush. Mos mirë njosat. Ka shumë gjona. Një këngëtare shqiptare që nuk do pranoje kur t'ishte në skenë me të për të kënduar. Që i thonë nuk është këngëtare dhe nuk e meriton atë famë që ka. Të gjitha knojnë, të gjitha knojnë. Jo këtu harroje. Të Jo, gjithë këtu knojnë dhe harroje. këndojnë. Tu harroje nuk e bë këtë. Se bë këtë gabim? Jo këtë gabim se po kërkosh për nesh. Ka vend për gjithë. Këndojnë gjithë dhe kjo dhe i ka këndojnë shumë mirë biles. Bravo ju Unë që. për veti, kom një gjuhë shumë këngëtarë dhe këngëtarë, të gjithë këndojnë mirë, të gjithë ato, po më vjen keq si kanë vetëm që një ka se ka këndojnë shqip valla, shkurt muhabeti. Një ka këndojnë bullgarisht, ka këndojnë romanisht, ka këndojnë serbisht, ka këndojnë greqisht, edhe Ballkanin e kanë. Jokën edhe muzikën e Shqipërisë zero. Edhe zero. Mirë daj, tash kemi ja këty të restën Lilit. Një pyetje për çfarë do lloj ti që je kurioz për ta. Lili është shumë këngëtar mirë, është shumë shoku mirë. Pyetje, Me Lilin kemi pyetje, s'ka. Pyetje. Lili është Mos shoku më bë mirë. kaq modest. Lani furça, pyetje. Jo, Beni nuk bë furça, po nuk i du komplimentet. Pyetje. Po se di çfarë ti them Lilit. Lili Mirë, Lili është beqare, për shembull ti e di është Nuk beqare. jeni aty, Në Lilit kur do na martuar se na Kam jetë ngelen beqare mu, derë. edhe kur jam kene martu me se kanë ditë Ishe kur se jam e beqare. martu. si di të gjana se ashtu se Lili është artiste e mirë herë. Ka të gëzuar. Pyetje. Sa ma shumë këngë Lili Gëzuar. në lidhje me Malsin, me Tropojën, me Pukën, Duhet me patjetër. me Kuksin. Lili, këngët tënde të re kur do ta kemi në treg? Se Besoj daja tani ju në devijoj dhjetar. gjërave dhe Tani në 10 ndjetar bashkëpunim apo? bashkëpunim. Mund të kemi diçka ekskluzive, një Ah. pjesë saj. Po, është shumë e lezetshme se është një këngë që ka të bëjë me njerëzit tamashur, në rastin konkret jam unë, dhe me njerëzit që kanë qef me hangër, në rastin konkret është Beni. Beni.
Kënga e re do dalet tani në dhjetar dhe është bashkëpunim. Dhe është shumë e bukur, por nuk do t'ju tregoj shumë gjëna, sepse ka i tekst lezetshëm, kam ardhur si asnjëherë tjetër. Nuk vik shumë me këngë moderne apo me balada si jeni mësuar pa ta na herë. Është pak më popullore me këngë tok si Dona na, zonat tona, edhe është ka të bëjë me lugët. Me ushqimin? Po, me ushqimin, me të hangërmen. Ti doje mashallah kështu me të hangërmen. Por ti një person që dashuron ushqimin? Edhe herë lutem. A je ti një nga këta persona që dashuron ushqimin, hanë shumë? Unë të gjithë jetën kam punuar vetëm për ushqim. Për me? Për me hangër, për me pi, daja është... Hajde Nika i mërtur me bo qep. Valla, hajde Nika i mërtur me bo qep, hajde të atje shkojt, hahet, e rrijet, e pijet rakia, e hahet mishi, e bot muhabeti, e të knaqet zemra në oksigen. Ka lezet. Sa jam kurioze dish, sigurisht edhe shikuesit e mi, sa e vështirë ka qenë nisja e karrierës tënde? Nisja e karrierës time nuk ka qenë fare vështirë se kam qenë fëmijë. E kam nisë lezetshëm se kam qenë në Kish, Tuknu, edhe njëra nga motrat e Kishs bën zonin e dytë, tercat, edhe unë nuk njeku krejt kalamajt, po shkoj mas asaj. Edhe që këtu u zbulova, dhe profesori i muzikës tha kjo bën për këngëtare, ta provojmë për soliste, se për e intonume ke ka mjaftueshëm. Unë kam fillu që 10 vjeqe. 10 vjeqe s'ka xhelozi, s'ka bryla, s'ka konkurencë, janë krejt kalamaj, kush kënan, kush s'knan. Nuk ka në shtyrje, dhe me thanë, si kur rritesh e fillon e i kupton këto gjana. Pastaj me kalimin e kohës është bëhen e vështirë. Por është shqyr që kur ma bën mu e vështirë, kam kene maturume, sepse unë jam kene në ensemble 14 vjeqe, deri në 18, dhe prapë kam qene respektume se kam kene ma e vogla ensemblit, dhe kam qene vetë një femër këngëtare që normalisht që s'kishin pse me pas bryla me mu. Tjerët kanë qenë krejt burra, përveç valtarëve e prezantuzës që ishin femna, dhe prapë nuk e kam ndje konkurencën. Konkurencën e kam një në Europë, e kam një vështirësinë. Sa e vështirë është kjo vlen për të dy të qëndroni në treg muzikë? Dalin brezatri, ka këngëtar shumë mirë. Unë nuk shtyjem nga si brez. Unë të them, për mendimin tim, çdo njeri është unik në llojin e vet. Si timbrin, si zanin. Dhe unë kam i shprehje tjetër karrikën ta zan fatin s'ta merr kush. Nuk kam pse më shty. Unë do e ha atë që e ka caktuar i lart me hangër unë edhe mos u lodh. Ato që ta ka caktu ty do e hash, mos u shty me zër vlla. Kaç bar kena, nuk zema. Jeni dy të ftuarit e mi më modest që më keni ardhur ndonjëherë në emision. Ti herë nuk po prononcohesh hiç. Ik sharus. Jo, a? Si kam po pyetje ti. Një gëzuar të madhe tash. Hajde gëzuar daja. Gëzuar. Daja tash unë përmend kam daj, po ti ku e ke fillu karrierën? Vërtet këtë pyetje s'ta kam. Unë kam filluar qysh se në moshën 12 vjeç. Në shkollën Jaha Sali i Bujan, Tropoj. Edhe kam pas mësuese muzike Hajri Madanin, të cilën e përshëndes shumë fort. Edhe ka pas ardhur një muzikant në atë kohë nga Shtëpia e Kulturës, Bramsor, tash është i ndjeri Bashkim Kovaçi. Ai më ka zbulu mu 100%. Edhe me atë fizamrik në dorë aty në korridor. Ana më tha, do këndosh i Gjon, është po do këno. Edhe ja nisa. E mban mend këngën e parë që ke kënduar? Me nga Tropoja, ty Kosovë këtë këngë taknova. Nuk e disha këtë këngën. Sa kom pas një gjullë në për radi, kështu në e ka pas në e madhja Fatime Sokoli. Edhe aty me atë strofë, një fjalë, me ka zbulu ai Bashkim Kovaç. Edhe aty mrapa unë fillova të shku mas muzika, vishin në përdasma aty katunin tonë, aty loba isha veglat, muzikantave, u bona tipu shtari, u bona kapter, prej kapteri oficer. Lekët e para që ke marrë si këngëtar me kë ke harxhu?
Lekët e para që i Lekët e para që i ke si këngëtar. Ja kom qu nënë. Fitimi i parë. Ja kom qu nënë së shtëpia. S'kena prish lekë atër, se na konë kalamaj. S'ne prishim lekë. Po ti Lili? Atër në atë kohë ka qenë atë sa kohë në bukur ka qenë. Ta është vjen bënë gjithë këngëtarë shoku. Ta është s'ta bo kush me kishtë fare. Në atë kohë, ja filoni, opa! Jo kush ka ardhë, ta është s'dë me ditë kërkush. Po mirë, gjithsesi, kush a kanë ka me kanë, se mësë pa kanë nuk e kishin thënë. Lekë tuat para që ke këndu. Sa lekë ka qënë pagesa jote parë? Kjo është një tipike shqiptare. Jemi të 50.000 lekë. Nësë kohë? Edhe fitova venin e dytë, se venin e parë ma morën në koncert. 50.000 lekë pagesë në dasë, 50.000 lekë. Jo, festivali, fitova venin e dytë, 50.000 lekë. Pas kanë paguar mirë, se... Pas ka qenë mirë shoku. Po, kam levon. Bravo. Dhe di që atë pagesën e parë që kam marrë, di do me thënë që kam ble mamit për 8 mars i kam rrujt dhe kam ble një fun edhe i paltaka. Një gëzuar për Lilin edhe për dhuratën e Këtë lekti kam qunë shpi, berde, gjana, vdes. Po, Po, gëzuar. Do të shkojmë në publicitet dhe rikthehemi sërish. Ja kur rikthyer sërish, pas një bisede, Lil mora vesh që Beni do të futet në Big Brother. A e kishe bombe, Big Brother. ja kisha bon. Ja kisha të qa me lëtë. A imagino Benin, Kisha majt 360 gradë. Majt 800 ushtarë në zalëherë, të uknua një pishin, ishte pishin e bësh, edhe i mgjithësha për shdo mëgjesë në drekë. Edhe ju kënojsh atje. Edhe i përshëndes gjithë shokët e mi ushtrisë. E s'po moj 14 banor, thuj. Sa knesi është, ha? Shumë. Ja, mësli matë 14-20 banor. 20 banor i këmë majt. Mua bet. E pret një ftesë nga Big Brotheri. Unë shpesher nuk shoh shumë nëse kërkon... Po, janë shumë rrallë madhe atje. Rrallë madhe. Nuk e mbje mua. Nëse kërkon YouTube Lili ose informacion për Ben Gjeloshi, nuk i ka të shpeshta daljet e tij në televizion. Shumë të mora në telefon, ishte një kënaqësi vërtet shumë e madhe të kem sot. E vlerësoj këtë ftesën. Ftesën e vlerësoj. Unë nuk i mësu më shku për shembull me mi thënë kuj të lutem apo merr në televizor. Valla, unë do më thirr, se mësua më thirr. Edhe në për dasma, edhe në për muzika, me thrasin. Mua, atë qatë fështira këmë kërë më thëtë në i kolegë, Ben të ta mundës në më shku në dasëm se së më në shkojnë. Valla, nuk më në shkojnë dasëm të huj, pa më thirë, i zoti shpisë. Jepja numrin telefonit i zoti shpisë, të më thirrin. Shkoj pa lek, shkoj me lek, s'ka lidhje. Së më shkojnë, se më qëti në dasëm të huj, ku ti që ku më qëti? Apo jo? Jemi su me të stil. Ka shumë njerëz që na shohin nga ekrani dhe thonë Ben Gjeloshi është një këngëtar shumë i shtrenjtë për ta pasur në festa, gëzime, dasma. Nga që kënej bukur, e kënej mirë, e kënej fort, kujtojnë se në marrë lek shumë, por nuk është ashtu. Unë besoj se ti duhet me rritë çmimin për me e ditë. Kënej për pasion, jam një këngëtar që mundona me krye misionin si është më mirë. Ka edhe probleme se ky zoni i çdo këngëtari është një copë mishi e trupit, që është zëna më e pa besë e trupit njeriut, zoni i njeriut. Po, ja ka qu zoti, nuk ja ka qu gjithkuj. A ka shku Ben Gjeloshi në një ditëlindje të dikush që vërtet s'ka pas lekë dhe ka thonë ma bësin derë ose në i dasë ma... Ka pas sa dush. Ka pas sa dush, po... Një rast që ti vërtet e ka dhe raste kujton. shumë, po që problemi kam më në këto punë. Mu për shembull vini nati, ose nuk më vjen mirë shkurt më beti, kur më thotë Ben ha, lek nuk kam me të dhënë dasëm. Po unë nuk unë për i dasëm pa ty, sepse je këngëtar i mirë, je edhe vërtet më vlerëson. Po tash unë shkoj në dasëm aty, unë nuk jam vetëm, ne kam shok, se nuk mund shkoj në dasëm pa shok. Tash unë i thëm shokë, ja ka shkojmë dasëm pa lek të X person. Tash i na kënëm atje, dasma ka 3-4 lekista aty, që kanë lek. Edhe hudhin lek, tash i marrin lek edhe na ngelin pa lek. Lek s'ka, po lek s'du me dhënë. Se besojnë shokë se ku më shku pa lek aty. Është e vërtetë. Edhe kam qillu disa që i kam thirrë zotin e shtëpisë, zotni hadi ku. Kallzoj pak një shokë si kena në qitë dasën, Është e vërtetë. sepse ne kemi punë tona.
Ben të kom thirr, më ki ardh, pa lek, kaq. Çuna mund vesh, jeni në rregull? Transparent. Ta shikon çifti, ngëzime inshallah gjithmonë. Ana zoti para namaz. Edhe pse ta shtrova gjithë të gjë, së shpejti do bëj një dasëm për vete. Thasha, po vjen po Alek ajo se linjen e marr se i çoj ftesën si e ftuar edhe fust këndoj. Ja, Alek, shkojmë nëse s'është shkojmë pa Alek. Po mas i ke doj ftoje, je i ftuar dasmur s'ke çore pa knu. Se ka sa herë bie kështu me shku dasmur më uçu me knu. Besa nuk më kara shumë. Me thonë dhe se më kara shumë. Se të kara me kënë punë? Më kara me kanë punë, po, shumë e vërtet. Shef mjë largu. Janë ca dasma familjare të marrë, se s'kena ka shkojnë. Më kara, se po i bje tash mu hap, paka shumë, po unë nuk imi t'il. Bini atë nëllë kjo jatë. Po unë të pret me shumë mjën. Lil t'lutem se mjo devijoj atë. Jo, nuk i devijon se të kjo janë. Se nuk e vjen diskutim. Atë nëllë kjo që për shemull janë shok me ty, rrinë me ty, shumë mirë, krejt, vlerësojnë, kështu si shok, si njeri. Nërsa të dasma, se ke di linja, ke këta, morin tjetër kanë e ty të thënë, apo ty të kam ftu, a në fund fare ty ja bën ata hemër. Shumë herë. Po përshë respektin si ki për mu. Mu më ka ndodhë shumë herë, por unë e kom qenë punë. Pra, unë e dasmat më zonë njerëzit, më zonë gati një vit për para. Edhe tash që dikush i nënvesën thirrjet e orkestrës në dasëm. Po, në moment funit. Pra, i nënvesojnë, jo se si kanë lekt, ose si kanë mundësit, po nënvesojnë. Unë e shoh për shembull tani, me daljen e shqiptarëve në diasporë që jetojnë, tash në thrasin mu më thirrin nga Anglia, një vit për para. Më thotë, ben, sa zona lokalin, si e ki fitë ndatë? I thonë, po, ta shofjer, i thonë, kom bosh. Shkruje, merë në besh, okej. Tash kush më thotë tjetëri, ko ishi i nderë, marrë të qunë ai, kujtë si unë jam ka presat kur po marrë të djalin. Po jo, kjo është. Është punë, Po pra, e cila do një farë organizim. ku i ndasëm, i thëmë, jam në Kuks. Po që ti në Kuks, më ka thirë burri ja ku më dhafin. Pra, dhe të më konë korrekt, transparent për zonat. I nënvesojnë pak a shumë këtë punë, po kanë fillu me Po mirë, ka daj nga ta njërë si puna ime, thëmë që mu më teket sot, bas jave du me bo dasmën, se po se bona u harru se bojmë hiq. Na, më vazhë me kanë për shemull... Inshallah shtonë janë pushim. Je me fatë. Qershor, korrik, gusht, shtator, du me pas shumë kujdes. Pra, du me bon gogja telefona, mu interesue, për lokalin, për këngëtarin, për orkestrën, për arredimin e lokalit, janë shumë sende, se nuk është vetëm me thirrë këngëtarin dasëm. Mirë, kjo emision është qeshë sa është për qeshur, atë ka ndodhë që t'jesh i ftuar, edhe kjo vlen edhe për ty Lili, i ftuar në dasëm, por fatkeqësisht nuk arriti kurrë ai çift për t'u martuar. Ti vjen një mesazh dhe thotë u anullua dasma. Shqipe, ka shumë gjona. Ka shumë gjona që na kanë ndodhur dhe ndodhi mes janë gjona tjetë. Pranaj kur të zë dasmën, merr kaparin. Pra bëj pazar, merr kaparin. Se unë kam zanë kapari është sikur për mua, sikur për ty. Si për mua si jam rroktari jot, që kam marrë më këtu. Sigur ti që e di që më ke mu. Që ke zonë dasmën dhe flani krah. Hajtë se e kam zonë orkestrën. Tash ndodhe që theti, ka ndodhur se po ndodhin. Mu fatkeqësisht nuk më ka ndodhur shumë. Mu për të une vetëm lejnë quna. Ashtu, thirë bën gjeloshën në dasë, telefon bën, bënë godi se në gali djali. Po të Lili? Ka hale, ka probleme. Po, njëri kur i ka halet, kur i ka problemet të natyrës, pa rrene, pa hile, është i rregull. Mu më ka ndodhë gjëna të vogla, jem përgjigjë, shyrtët mu përgjigjë. Njerit, se nuk jemi me gjallë. Ndodhin zemër. Ndodhin, unë s'm ka hi me folë gjëna për, po ka ndodhë dhe... anullohet vërtet dasma, i ka ndodhë, ne ka ndodhë dhe... Nëllë fatkeqësi, vdesje i rëbë shumë i afërt i personit në fjalë dhe... Ka dhe gjëna tjera, ka. Ka qëllimi im ishte të këta çifte që ndahen para se të shkojnë në fazën finale të martesës. No. Kom qenë i dasëm... Hajde nale, nuk ka shkrujtme. Kom qenë i dasëm, dikun këtej ka mamin si një lokal atje.
edhe e kena kuptu të nesëm, që na ka iknu se për i lokalit, gjësë më kanë drej vellën edhe së pa më në loka. Baba, ka ika, se ka pa kush më. Si mbaroj dasma? Dasma mbaroj me lezetë, me ahenga, sada, muzika, opa, e në Ka me zemër ndodhi. Se kena marrë vesh mas një javë që kishtë ndodhë. Ne dim që kena me ba muzikë, ne problemet e tjera nuk i hymë detajeve, nuk i hymë se qa ka nullë para, qa ka me nullë mrapa. Ne thjesht e dim që nga këtila në orë dhe kur të gjasi, ne kena me ba muzikë dhe përgatit na emocionalisht për kalu një mramje të bukur, që të knashen krejt edhe dasmot edhe qiti edhe gjithë njerëzit. Po se qa nullë, aty nuk dim gjo, nuk bë maki. Po ka gjanat lezetshme, ka situata të ndryshme. Ka gjanat mira. Beni, si ti si Lili të ditë keni nga këto rastet, aventurat, bukura, unë dua se cilit nga jot nga toni. Diçka, qa keni përjetuar, ose në një koncert, ose në një dasur. Diçka që vlen për ta diskutuar edhe për ata që në shikojnë. Jo aventura, unë të tonë jo. Jo? Ja, unë vetëm lodhje. Vetëm lodhje edhe punë. S'ki pas kështu incidente gjona në herë që ka nëllë një gjona e lezetshme. Sa kujtoj, sa Por qeshu, diçka që e manë mund të o zot, kjo I kalon me sportivitet, vjeni, ka i tip që si jave menen, a me nulli. Së di, nuk kom pas. Ja, ti Lili? Ka t'ja fillaj, më. Nga dush një. Shkoj një dasëm historikisht, kur më shku në dasëm, zakonisht marrim roba. Të shi, unë do marrë 2 fustana, po problemi është, unë jam këngëtare, nuk jam dasmore. Dhe më duket e te pru me më undru këngëtarja 2-3 herë. Ka të shku dhaj, të bërë reklam fustanave, si o puna. Dhe unë gjithmonë marrë një fustan me vete. Dhe ndodhë që këto zingjira që janë si të fshehur, nuk da vla mu shunalt, dhe një të thirë kolegu i thamë të lutem shumë, mbje gjaketën, si gjaketën, a ki gjati thash se më duhet, po nuk të shkon me linë me fustan, nuk më shkon, ka me gru me gjaketë. Dhe me thonë janë gjona që ndodhin incidentet vogla, këto janë të sikletshme, pastaj të bukra ka sa të dush. Fiket fonia, kime kënu paza, fiket bin dritat, nuk i kanë marrë masat për korrentin, edhe bjen. Edhe kime kënu që është të ushqeta, dhe i sa të vinë që mos bje tempi i dasmës. Ajo ndodhë që në dasma të këndoni në një moment, jeni të lodhër nga shumë dasma playback? Boni sigur për këndoni live? Unë nuk kur njëtën time, nuk di ma mire di se do kënoj gjysë kongët edhe i tham kolegët qo se s'mune ma, shanse nuk ka, unë shkoj dikun me kënu live, e të vej, jo playback, pas USB me zonin tem, apo me muziken, apo t'i shkoj sipër, zero. Dajt e ti dyshoj, ja? Kënda, e bën e playback? Po nuk di të thash, nuk di të luj buzët playback, sepse unë jam mësue qysh se kalama. E deri në qitë moment, ashtu si që kam kënu live. Qikaja është mashtreme zemë. Unë nuk di të bëja shu punësh. Ma mirë thuj ti të du kash, do t'i luj buzë. Tu të regoj një rast, isha në Angli, një koncert. Edhe aty kishim, dhe në 12 kisha një muzikant timin, masë është 12 muzikantit dhe shkon të një lokal tjetër. Edhe aty kishte lënë një DJ, ai DJ ishte më hangër, më thonë më hangër makarona. Po. Sigur ka thonë dada, keni arë më hangër makarona. Mirë ka thonë. A është ishte ai DJ. Edhe tash ai as ditë kemi lutë këto, as kënej, as anej. Më thotë mua, lokali ishte plot njerëz. Kisha i tu pangjiu në tash, hajde pak tu. Oli pak të rritat, rrini pak qetë, fute të po andash mes kamën, zanja pak zhurmën, mos bëjnë shumë zhurmë, e t'ja njëse të kënohën e kam me të panë. Ashtu si që më vitë mu marë. E ne maroj emisioni, ka ora 2 natë, se aty në 2 maksimumi myllën në këto gjonat. E ne më thotë, si ka mësi, si e bone kash bukur. Po e thash unë nuk kam gjona me CD-ja, me adin kështu me lujt buzët. Unë jem live on shok, unë këtona që aty ulla kënej, di me kënon, di që me bojnë, po kënej dhe marri punën. Improvizohë, marra punë. Ane ma mirë që ashtu, se sa hine lu buzët e talë. Kam pas këngëtarë për shenë si kam pas ftum në për koncerte kështu. Les janë telashe, sa të ndrësh ato fishat e sa të bërë ata, edhe Allah fosin shumë ata, bëjnë si kur janë shumë dishëm. Por të Nuk shpis. me full me mikrofon, s'full dhe nuk me mikrofon ku t'ket
njerëz para pijes. Folën da batuta gjatë, por dikush ta merr batutën për ka gjithçka. Pra, edhe unë për shembull bie si këngëtar, si jam si njeri i rregull, si mundona me kanë. Bie edhe ka herë në hall, më fol shumë, aty knaqja aty para punë të shtëpia. Beni, unë duhet di nga ti se ti sigurisht Lili sot kemi Benin mashkull këto dhe për këngëtarët që shkojnë në dasma dhe vishën shumë herë më mirë të mundohen vishën se sa nusja. A është gjë e mirë kjo? Kjo, për mendimin tim, këto mundohen, se mu vesh bukur është kulturë, në rrallë parë. Është respekt për vendin ku i të shku. Por, unë nuk jam dakord që unë si këngëtar, për shembull, të kom një kostum, se i kom mundësi me bëj kostum 2.000 euro, 3.000 euro, por kur e shoh dhëndrin se më ka thirr mua, më shku me kënu për ta, edhe ai ka i kostum ndoshta modest, diçka thjesht. Edhe unë dal para ti, me kënu para ti, para nusës ti, para rove ti, para dasmove ti, me një kostum të çmendur, kjo nuk më duket e mirë. Një fjalë nuk më duket normale. Po për këngëtarët? Tash këngëtarët janë këngëtarë, kanë punë të veta. Në tim, këngëtarët nuk kanë një kod veshje, kanë, domethënë mund veshin çfarë do lloj gjaje, por dasma ka një kod veshje. Nuk do të thotë se vinë këngëtarët janë të veshën, prapa janë këngëtarë. Sigurisht. Pra ajo që unë nuk do veshja asnjëherë është nusja të ketë vellë dhe unë të vesh diçka të ranë, të bardhë, që të konkurroj nusën, kjo më duket budalliku më i madh. Këtë do ju thoja të gjithë kolegeve të mia, mos e bani. Madje edhe dasmoreve, do t'ju thoja, nëse ju e dini që nusja ka një vellë të bardhë, mos vishni vëlla të bardhë, ka ngjyra të tjera. Se ka nusë si e marrin qumshta, ka nusë si e marrin roz. Është e vërtetë. Po ishe gjysmën e dasmorëve me fustan të bardhë, kajnë të shku vëlla, kush ato u martu këtu. Ju vjen një dasmor si puna ime me atletë daj. Shkojnë dasëm se du me shiu me këcy. Shumë mirë, ti do me kërcy, bravo. Jam shumë dakord që ti veshësh atletët pasi të kish bërë hyrjen. Po gjitha Jo me atletën. Liri thot hyrjen me tapet kuq me tak. Ja hyrjen me tapet kuq. Si on veni bëhet ku veni. Ti do hysh për krah me dikon si jam me kostum, do hysh si zoj, pastaj hishi ec me atletë shumë bukur. Mirë, ne dalim që aty që një martohet 500 tërbohen, pse duhet harxojmë ne më shumë se ti që po martohesh. Për shembull unë ndjehem rahat visti që jam e veshur sot. Për zotin nuk të fut kush me harxhu me zër, po ki e shef me harxhu. Sigurisht. Kur sa velo. Ka shumë njerëz se për shembull shembull një dasëm mund të hajë në vit. Një fjalë mund ta thirr një kojshi ose një lak edhe. Un kam mundësi mi marr fustanet me qera. Ose kam mundësi me shku ke Silvana, du mi ndru fustanet, 30 dasma, du 30 fustanet, se bëj kur. Un kam i fustan i atzerri, bujen, mri rahat, nina rahat, o vlla, ku jam sot në Kuks, ku jam nesër në Shkodër, dhe e veshi sa atje nuk janë të njëjtit. A nuk e veshi dy janë në Lili, Kuks? këto nuk pajtojmë daj me Lilin, se ti këtë fustan që e ke vesh sot, jam e sigur që në një emision tjetër nuk do ta veshe. Jo, s'bajt fjallë, në emision Po le të gantoj për vetë herë. Po do të... Ja i ke vetëm të emisionin jatë këto. Edhe si shembull. Kam rreziku për këtë emision. Ke bërë investim? Këtë fustanin ma ka sjellë Ela nga Anglia dhe është pronarja Brezit Hotel në Valbon. Fillo ti me reklamat Po po. Dhe ma ka sjellë. Lili, reklamat të paguan, atë do e gëzuar. Për zotin, ma ka sjellë free Anglie. Tha çfarë don, ma çon me foto. Po një reklam te punoj me zonë mirë në biznes. Kjo vlen për përshëndetur të gjithë ata që më mbështesin, sigurisht Sofra Riot, Emi që është e Komuna Parisit dhe make-up artiste Rubi. Ju falenderit shumë. Kur të pash mëj lulja bardhe, plot me erë, ne me dash mëj, sa të kam dashte, mos me len vetëm pran verë. Tash në vjen muj, plot gëzim, zemrën time po ta fali, ty e dashur si kujtim. Zemrën time po ta fali, ty e dashur si kujtim. Bravo, bravo. Një gëzuar për Dajën. Gëzuar, respekt. Deri tash ju nuk... Edhe gëzuar për gjithë njerëzin. Gëzuar, vitin mbar, inshallah, 2026 atë familje tuja,
Inshallah vetëm të mira. Lili tash nuk do të lejt ti është ti pa bërë një duet. Beni tha duhet me Lilin. Por unë e dua sot nga ju këtu live. Zgjidhni vetë këngën. Po mos mjepi me pi me ta anksha zë. Hajde të bëf mirë. Për ta mbyllur sot do ta mbyll me kolazhin tuaj. Do këndoni ju të dy nuk e lejt tikni sot pa bërë një këngë. Ore le do të këndojmë se s'bën, nuk ikëm pak nu. Apo jo ti? Një mesazh fort për gjithë ata që na shohin, pra një mesazh urimi dua nga ju secili. Për të gjithë ndjekësit, të ata që teleshikuesit që po na ndjekun në këtë emision, për Arben Xheloshit, urimet më të mira. Viti mbar për ju dhe familjet tuaja. Edhe për këta çunat operator tuaj, shumë respekt. Ju rujt Zoti edhe me na thirr ka herë se na pa thirr zvim. Unë për veti pa më thirr zvi. Po më thirret në çdo orar jam gati. Edhe i përshëndes shumë për emisionin. Faleminderit shumë, faleminderit. Edhe ti familjarisht kesh gëzime dhe begati. Gjithashtu. Edhe për ty Lili. Gjithashtu. Edhe familjen tonë. Jam shumë i lumtur sot që kaluam këto minuta të gëzueshme me ju. Nuk e di ja keni arrit qëllimit me muhabetin me Xhana, po kalum sa orë mirë apo na u kanë duksi minuta. Unë jam nër këngëtar që ka Shqipënia më pak si shkoj në për studio, në për fjalime Xhana kështu. Nuk e di pse, po je mirë vetë, nuk ke nevojë. Pa ftuar, pa ftuar, shkoj kurrë. Gjithsesi i përshëndes gjithë. Faleminderit Lili. Përgëzime herë për emisionin. Faleminderit. Edhe uroj që të ketë begati. Faleminderit. Ndërsa për vitin e ri uroj që tonë, jo vetëm ata që na ndjekin, jo vetëm ju këtu, po tonë qa ka shqiptar, tonë bota. Nuk jena popull i kesh. Kena qef u marr pak me punë të huja, po nuk jena njerëz të këqij. Kjo është mungesë. Uroj që të gjithë kenë një vit sa më të mbar edhe sa më shumë dashuri ashtë falas. Nuk ka gjonë si e blin as respektin, as dashnin. Jepeni, edhe jetani ma gjatë, besamni. Sa ma shumë dashni për njani tjetrin. Duke ju falenderuar ju të dyve dhe gjithashtu ju që na shikoni si çdo të shtunë në Fox News, nga unë Silvana Bushati, faleminderit edhe mirupafshim me kolazhin tuaj. Tunja tjeta o djali tropoje so, me ka humbur unaza e dore so. Tunja tjeta o djali tropojes, me ka humbur unaza e dore so. Ajo unaza na ishte e vjetëro, do shkoj ku dushti ta blej një tjetëro. Ajo unaza na ishte e vjetëro, do të shkoj ku dushti ta blej një tjetëro. Bravo! Faleminderit.